Sa herë kemi qenë në praninë e dikujt dhe kemi ndjerë se nuk mund të flasim për fenë e Allahut, se nuk mund të kujtojmë Allahun lartëshëm, sa herë kemi heshtur kur u fol për haramin nga frika se mos dukemi ndryshe nga të tjerët, dhe sa herë kemi qenë pranë dikujt dhe vetëm prania e tij na ka bërë të ndihemi më mirë, na ka bërë të turprohemi nga mëkatet tona. Shoqëria ose të ndriçon ose të errëson, ose të tërheq drejt Allahut, ose të largon prej tij. Njëherë një djalosh i ri shkoi tek një dietar dhe i tha: "Shejhu im i nderuar, nuk di çfarë po ndodh me mua. Dje isha njëri tjetër e doja fen, e ndjeja ëmbëlsinë e saj. Sot nuk mund të ndjej më asgjë. Kam filluar të mendoj ndryshe, të bëj mëkate që më parë as nuk i çoja në mendje." Dietari e shikoi dhe e pyeti me qetësi: "Më thuaj, me kë po shoqërohesh?" Djaloshi uli kokën dhe heshti. Ai edhe vet e dinte përgjigjen. Shoqëria është sikurse uji, ose të shuan etjen ose të mbyt. Sa njerëz janë shkatërruar sepse zgjodhen shoqëri të keqe, dhe sa të tjerë janë shpëtuar sepse zgjodhen miq që u kujtonin Allahun. Nëse e ke të lehtë të bësh mëkat në praninë e dikujt, largohu prej tij. Por nëse ndjen se frenohet dora jote, gjuha jote, shikimi yt, zemra jote, sepse ai shok të kujton Allahun, atëherë dije se ke gjetur një thesar, të cilin nuk duhet ta humbësh në asnjë mënyrë. O Allah, na dhuro shok të tillë, na mbro nga shoqëria e keqe, e cila na largon nga ti, dhe na bëj prej atyre që kur të tjerët na shohin, ua kujtojmë Allahun.